Ura e Metoqit në Sarand ka pësuar dëmtime të rënda pas përmbytjeve të ditëve të fundit. Ura shërben për lidhjen e zonës bujqësore të fushave të Metoqit, ku ndodhen edhe disa magazina bujqësore dhe shtëpi banimi. Ura është e rindërtuar pasi para 3 vitesh pësoi shembje. Forcat e emergjencave civile kanë inspektuar urën për të parë nga afër dëmtimet dhe mundësitë e rikonstruksionit sa më të shpejt. Ndërkohë moti i keq ka gjunjëzuar Shqipërinë prej ditësh, teksa rreshtet intensive të shiut kanë shkaktuar përmbytje masive në toka dhe banesa nga veriu në jug të vendit. Situata është raportuar problematike edhe në qarkun e Fierit, ndërsa sipas përditësimeve të fundit gjendja po shkon drejt normalizimit. Drejt normalizimit është edhe situata në qarkun e Korçës. Sot gjithashtu do të bëhet edhe shpërndarja e ndihmave për të gjitha familjet e prekura nga përmbytjet, banesat e të cilëve janë dëmtuar rënd. Niveli i lumit të Vjosës, Semanit dhe Shkumbinit është në rënje, ndërsa ujërat kanë filluar të tërhiqen edhe nga tokat bujqësore. Ndërkohë, dobora e parë ka rënë në qarkun e Korçës, duke zbardhur malsinë e Dardhës, Vidhkuqit dhe Shtyllës. Deri më tani situata nuk paraqitet problematike, pasi rreshtet nuk janë intensive, ndërsa në rrugë ndodhen edhe borpastrueset.